16 maj 1916, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe, Irlanda dhe Republika e Tretë Franceze nënshkruan marrëveshjen e fshehtë të kuotës së luftës. Marrëveshja u bazua në premisën se Atlanta do arrite të mposhte perandorin osmane gjatë luftës së parë botërore dhe do bëhej pjesë e një serie marrëveshje sekrete që parashikonin ndarjen e saj. 16 maj 1929, në Hollywood u zhvillua ceremonia e parë e Academy Awards, ose siç njihen ndryshe çmimet Oscar. Ceremonia e parë e çmimeve të Akademisë, organizuar nga Akademia e Arteve dhe Shkencave të Lëvizjes, ndroi filmat më të mirë të viteve 1927 dhe 1928. Ajo zhvillua në një darkë private të mbajtur në hotelin Hollywood Roosevelt në Los Angeles, Kaliforni. Ky event nuk u transmetua në radio. 16 maj 1926, ndoroi jetë në moshën 65 vjeçare Mehmedi VI. Mehmedi ishte sultani 36 dhe i fundit i perandorisë osmane. Ai mbretëroi nga 4 korriku 1918 deri më 1 nëntor 1922, kur perandoria osmane u shpërbë pas luftës së parë botërore dhe u zëvendësua nga Republika e Turqisë më 29 nëntor 1923. Ajo tërhoq nga pushteti kur sultani u shfuqizua në vitin 1922 dhe Republika u krijua me Mustafa Kemal Atatürk si presidentin e parë.